Rikthehet në liceun artistik si kryeministër, por dhe i shënxënës i kësaj shkolle. Urimin dhe buqetin e parë të luleve për 7 marsin, Edi Rama u ka bërë mësuesve të liceut artistik. I shoqëruar nga mësues të tij, disa në pension dhe drejtues të shkollës, zoti Rama ka vizituar klasa dhe ateljet e pikturës, aty ku ka mësuar vetë vite më parë. I shënxënësi i liceut artistik, sot kryeministri i vendit, është njohur me problemet e shkollës së artit, infrastrukturën, bazën materiale, problemet me programet mësimore dhe me maturën shtetërore. Vendosja e matematikës pra në viti 4 dhe disa viteve ka sjell një fenomen, ka sjell vënien e liceut në një pozitë shumë të vështirë, sepse dhe me këtë ngarkesë nuk ka koeficientin e duhur që të konkurrojë gjimnazet, është i diskriminuar. Ti thua tash në zonën e liceut që do bësh matematik deri në vit 4 dhe do ta bësh që ta bësh edhe si një gjimnaz, ta bësh edhe provim shtetëror, do të thotë që ta paralizosh të paktën njërën dorë dhe njërën këmbë. Do të ripar komplet kurikula e nxënësve të liceut.